Klinika e onkologjisë mori një buxhet historikisht të madh, dyfisht më të madh, ndërsa tashmë financat nuk mund të jenë më problem. Këtë e deklaroi drejtori i fundit të sigurimeve shëndetësore Sasho Klekovski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai theksoi se në fund të vitit të kaluar pati një ndërprerje të përkohshme, por kjo u ka përcye me procedurë të prokurimit urgjent të barnave. Ajo që po konsiderohet aktualisht si mungesë e barnave është ekskluzivisht për shkak të një defekti në shpërndarje, pra kur shpërndarësit nuk mund ta dorëzojnë ilaçin. Ne nuk jemi një anije e pavarur, ndërsa prodhimi ndërpritet në fabrikën përkatëse dhe ilaçi nuk është i disponueshëm. Shpesh marrim hua ilaçi nëpër magazina, por ndonjëherë nuk është i disponueshëm askund, kështu që ndodhin dështime të parakohshme. Ai ka thënë se për momentin nuk ka asnjë ilaç që mungon dhe për të cilin nuk ka zëvendësim, sepse klinika e onkologjisë përpiqet të sigurojë që pacientët jenë të mbuluar gjatë gjithë kohës. Klekovski ka thënë gjithashtu se këtë vit janë siguruar ilaçe për të gjithë pacientët me fibrozë cistike. Shpejt do të paraqesim fonde rekord për sklerozën multiple dhe të gjithë pacientët me sklerozë multiple do të mbulohen. Klinika Gastro është mbuluar gjithashtu në sasi shumë më të mëdha. Në Ballkan ekziston një treg i zi për barna të shtrenjta dhe të gjithë duhet të punojmë së bashku për ta shtypur atë treg me sasi të shtuara të barnave të mjaftueshme. Të gjithë pacientët që kanë indikacione mjekësore duhet të marrin ilaçet e duhura në mënyrë të barabartë dhe autoritetet, siç tregon rasti me onkologjinë, duhet të demonstrojnë se janë të gatshëm ta shtypin atë krim. Klekovski ka deklaruar se në rastin e onkologjisë është hera e parë që ka pasur një gjyq në çështjet e kujdesit shëndetësor, sepse të gjitha rastet e krimeve të caktuara kanë qenë ose për rishvet individual ose për gabime të rënda mjekësore.